Sot ta ka përgatit një surprizë Mila ime. Mua? Wow. Po. Ç'ishte kjo? Hajde. Nuk ka qenë letë me bit, por që e ka shkruar një letër jashtëzakonisht mirë për ty, saqë edhe ke stafi kur e kemi lexuar kemi thënë, "Okej, ndoshta prej gjithëve kishim prit një letër të tillë, por jo edhe prej Mila imet." Jo, që ka vërtet surprizë, okej. Kur do të transmetoni emisionin jo për ditëlindje? E dashur Aida, ty të kam takuar në momentin më të vështirë të jetës time. Të kam takuar në kohën kur më kishte humbur dashuria, motivi, rruga, thjesht më kishte humbur Mila ime. Ecja në për rrugë, shkoja në punë, vija në shtëpi dhe vetja më dukej i vdekuri i gjallë. Kur u pam bashk, atë natë tek Sky Tower në Tiranë, aty ku pija kafe me Kadarin, sepse aty edhe jeton, të pata thënë diçka. Nëse ma këthen e ma gjenë Mila imen, kam forcë që ta zbres edhe Zotit në tokë. Në fakt edhe kam zbritur, Zoti em është tek ty, tek Ema dhe tek Amelia. Duke qenë dreni cak, e guri brina cak i pak dhendur, më falë që nuk mund të tham shpesh të dua. Nuk e bëj këtë dhe puna e psyshit, edhe puna si ju në Shqipëri e prek një fundën, edhe një san tjetër që nuk mundem ja thon emrin sepse më vjen marra. Edhe Ema nuk na thësh shpesh që na don, është karakteri em, por unë të dua, edhe si gru, edhe si dashnore, edhe si vajzë, edhe si nën apo motër. Të dua si gjithçka, je grua super intelektuale, super e mençur. Në jetë vetëm një budallallëk e ke bërë, ditën kur je martu me mu. Unë të vetëm një gjë të mençur në jetë e kam bërë, atë ditë kur vendosa të martohem me ty. Shumë të dua. Zemre. E këtë ma ka thënë në publikë dhe me të madhe tha, cili është dallimi tha mes intelektuales dhe budallicës. Edhe mbeta, e dita që kam e ma gjytë në një. Tha, për që i intelektuale, tha, kjo s'diskutohet, se profesoreshe me këto e ato. Sa, ama tha, fort bre zemre, je kom budallicë, tha, tek se m'ke marrë mu. E tha, zhone, masit ko marrë, fol qka dush, tha, shë kam kurrisë, s'ka që të bëj. Për që duke që shumë mirë njohës ndaj teje. Unë e kam thënë gjithmonë, unë nuk do isha kjo që jam nëse s'do kisha pasur Mila imin bashkëshort. Mila imi është njëri që e vlerëson, jo vetëm gruan si grua, po edhe partnerin, edhe kolegën, edhe çdo njeri me cilin ka kontakt. Mila imi nuk është njeri fals që të qeshi para fytyre dhe të anguli thikën mas shpine. Është njeri shumë i drejtë dhe unë këtë drejtësia vlerësoj shumë. Edhe është ajo drejtësi që edhe i ka kushtu shumë një jetë. Por të kishte qenë një burr tjetër, nuk do isha unë kjo Ida që jam. Nuk do kisha pasur këto kapacitete që kam, apo këto grada shkencore që kam, që në fundit ato grada shkencore nuk është që më bëjnë mua një njeri më të mirë apo jo, po thjesht më bëjnë një njeri më të përgatitur në fushën time të punës. Dhe pa e pasur një Mila im që gjithmonë shtyn, ti mundesh me e bo këtë punë. Pse? Që të mungon ty mos me e bo? Të sfidon. Edhe të shtyn përpara që ti të kërkosh më të mirën të vetja edhe të arrish maksimumin të vetja. Jo çdo burr shqiptar e bën këtë. Dhe unë jam me shumë fat që e kam Mila imin në këtë pjesë. Të njëjtën gjë po bëjmë edhe me vajzat. Ne gjithmonë i shtym përpara që ato të mbrijnë sa më shumë të vetja, edhe pse janë të vogla, po tani fillon të krijohet ajo pjesa e edukatës, mësimit, të punës, të mbritjeve në jetë. Po e le hajtë se i bën vetë, mendoj që... Çka e ke kritiku mas shumë të Mila imen? Duke i pas parasysh edhe paraqitjet e tij televizive, të cilat komentohen jashtëzakonisht shumë. Mas shumë të për fjalorin. Për fjalorin dhe ai e di që unë nuk kam qenë asnjëherë dakord me të dhe ja kam thënë madje shpesh kur bën statuse, ndonjëherë para se t'i bëj publike, ja marr edhe ja editoj. Sepse mundohem, këtë i kam thënë, ke një mendim brillant. Një mendim brillant që edhe Kadareja ta ka thonë, ke figurat krahasuese më të forta se të Markezit. Nuk ke nevojë të përdorësh një fjalë me pull të kuqe për t'i dhënë pikën
fjalisë tënde, kur ti mund ta thua shumë bukur pak me një fjalë më të butë. Sepse ka njerëz që ta pranojnë, sepse ti je i tillë, po ka njerëz që do ofendohen.